Një elektricist rreth 60 vjeç ka humbur jetën në fshatin Zërvask të Progradecit, teksa po punonte për riparimin e një defekti në rrjetin e ndriçimit. Sipas informacioneve paraprake, ai dyshohet se ra në kontakt me rrymën elektrike gjatë punës për riparimin e linjës ku ishin shfaqur defekti. Sipas informacioneve dhe banorëve që folën jashtë kamrave, elektricisti i ndjer u kishte evidentuar defektin një ditë më parë të gjithë banorëve dhe ishte rikthyer për të zëvendësuar llambën, ndërkohë që burimet bëjnë me dije se në shtyllë ndodheshin edhe 2 linja tensioni. Ai dyshohet se kishte çaktivizuar vetëm njërin prej tyre, ndërsa tjetra kishte mbetur aktive, me të cilën dyshohet se ra në kontakt duke humbur jetën.